I huaj I lëviz me makinën e një gruaje në treg. Reagimi I qenit të saj do t'ju lërë pa fjalë. Emily gjithmonë e ka dashur xhiron e saj të mëngjesit të shtunën në tregun e fermerëve. Ajri I freskët, duke mbajtur aromën e lehtë të bukës sapo pjekur dhe luleve që lulëzonin. Ajo parkoi SUV-in e saj të argjend pranë hyrjes, në të njëjtin vend që gjithmonë e zgjidhte, dhe mori shportën e saj të thurur nga vendi pasëm I makinës. Tregu ishte plot me jetë, I gjallë me biseda dhe me zhurmën e jetës së qytetit të vogël. Ajo buzëqeshi, gati për të humbur në gëzimin e thjeshtë të blerjes së perimeve dhe luleve. Por, ndërsa mëngjesi kalonte, një shqetësim I çuditshëm filloi të depërtonte në gjoksin e saj. Ajo nuk mund ta shpjegonte, nuk kishte asgjë të gabuar, jo vërtet. Dielli po shkëlqente, shitësit ishin miqësor, megjithatë, çdo kaqer ajo ndjente një shtrëngim të lehtë në qafën e saj, si të ishte vëzhguar. Ishte vetëm imagjinata e saj. Ajo e largoi këtë mendim duke përpjekur të shijonte ditën. Një orë më pas, me shportën e saj të mbushur me produkte të freskëta dhe një buqet me diell, Emily po shëtiste përsëri drejt parkimit. Por kur ktheu këndin, hapat e saj u ndalën. Makina e saj nuk ishte atje. Zemra e saj ra u fort për ballkrave. Ajo mbylli syt, duke skanuar radhët e automjeteve. Nuk ishte SUV të argjend. A kishte parkuar diku tjetër? Jo, ajo ishte e sigurt që ky ishte vendi. Paniku u ngrit, I ngrohtë dhe I mprehtë. Ai ishte vjedhur. Fryma e Emilis u përshpejtua ndërsa ajo ecte këmbë pas këmbe në radhët e makinave, sytë e saj duke shkuar pa pritmas nga një vend në një tjetër. Mendja e saj ishte plot me mendime. Çfarë do të bëj? Kush do ta thëriste? Këtë thëriste. Para se të filloni shtypni butonin e pëlqimit dhe siguroni që të bëni abonim. Nëse nuk e keni bërë akoma dhe shtypni atë butonin e njoftimeve, në mënyrë që të mos u mbisni asnjë histori të re. Atëherë e pa. SUV-i I saj ishte parkuar disa hapësira më poshtë. Një lehtësi me mbushi, por u zvendësua shpejt nga konfuzioni. Ajo u ndal, duke parë makinën. Ajo nuk e kishte parkuar aty. Ajo dinte që nuk ishte parkuar aty. Duart e saj dridheshin lehtë ndërsa ajo u afrua. Afër makinës qëndronte një burr me një bluzë gri dhe pantallona kaxhi, duke mbajtur një litar. Një qen I vogël I kafejt me një birë që lëvizte qetë, qëndronte I ulur përballë këmbëve të tij. Burri ngriti syt kur ajo afrua dhe I dha një notë të miqësishëm. "Zonjë," tha ai, duke bërë disa hapa përpara. "A është kjo makina juaj?" Emily hezitoi. Diçka në qetësinë e tij e shqetësoi, por ajo e pranoi. "Po, është. Unë e kam lëvizur," tha ai butësisht. "Ju lutem, mos u shqetësoni." Stomaku I saj ra. "E lëvizët? Pse do ta lëvizte dikush makinën e saj?" Zëri I saj ishte ngushtuar me kujdes. Burri I tregoi qenin. "Rasti këtu nuk pushonte se leuri. Unë shikoja dhe pa shtym afër pasqyrës së makinës suaj, poshtë afër gazit, tym." Zemra e Emilis ndaloi. Sytë e saj u larguan drejtim makinës, duke kërkuar çdo shenjë të rrezikut. "Nuk e dija se kujt I përkiste makina," vazhdoi burri. "Por nuk mund ta lija aty. I kërkova ndihmën një shoku dhe e shtym në një vend më të sigurt, thjesht për siguri." Kurcimi I saj po rritej tani. Tym, një vend më të sigurt. Çfarë kishte ndodhur ndërsa ajo shijonte pa kujdes blerjen e domateve? Burri e pa frikën sytë e saj dhe ngriti duart në një shenjë qetësimi. "Po, ishte e lehtë, por ishte aty. Nuk desha të merrja asnjë rrezik." Emily u gëlltit fort dhe u afrua me një hap të pasigurt më pranë makinës. Ajo u përkur dhe hapi syt. Fryma I u ndal. Një shenjë zeze e mbuluar kishte mbetur aty ku makina e saj ishte parkuar, dhe aty pranë gazit ishte një copë plastike që digjej ende pak. Duart e saj shkuan përpara gojës. "Ishte ngjitur poshtë makinës," tha burri. "Gjithë ky plastik mund të ketë qenë nga rruga, por për shkak të nxehtësisë së gazit, ai u ndal, duke tundur kokën." Mendja e Emilis u turbullua. Po të mos kishte lehur qeni? Zëri I saj ishte pa që ulës sa një përshpëritje. Jo mund kishte shpërthyer. Burri e pranoi me kokë. Po, mund kishte.
Një ngritje ndjeu në kuris. Ajo e paraqiti tregun plot me njerëz, fëmijë duke vrapuar ndërmjet tendave. Ky mendim bëri që stomaku i saj tronditej, ajo hodhi një shikim të qeni. Ai e kishte ndjer, buri buzëqeshi për herë të parë. Rasti ka një unë të mirë për rrezik, nuk ndaloi se leuri derisa e kontrollova. Rasti lëvizi bishtin, sytë e tij të mëdhenj të kafenit shkëlqeni me krenari. Emili u ul në bordurën e trotuarit, këmbët e saj u dobësuan papritur. Ajo u ndje shumë e dobët, ndjenja e mundësisë se diçka mund të kishte ndodhur, e shtynte të gjithën në ato mendime. Buri ul pranë saj, zëri i tij i butë. A jeni mirë? Ajo pranoi, por duart e saj ende lëviznin nga tronditja. Thjesht, nuk di asgjë. Faleminderit të dyve. Ai e hodhi dorën përpara. Unë jam vetëm i lumtur që arritëm ta shmangim. Emili këmbguli telefononte asistencën rrugore. Ajo nuk do drejtonte makinën derisa dikush ta kontrollonte. Kur specialisti i makinave mbriti, ai konfirmoi historinë e burit. Kjo so plastike po digjej afër gazit të makinës, tha ai me një ton serioz. Ju ishit me fat që dikush e pa. Pak më shumë kohë në nxehtësi dhe mund t'i kishte shpërthyer. Me fat? Fjalët e tij përshkruan mendjen e Emilis, ndërsa ajo qëndronte pranë makinës, duke parë teknikun duke punuar. Ajo nuk mund ta ndalte shikimin nga buri dhe qeni, të cilët po prisnin qetësisht disa hapa larg. Kur teknikët përfunduan, Emili u kthye edhe ta me një fjalë falënderimi. Unë nuk e di si të falenderoj. Buri i bëri shenjë me dorë. Ishim në vendin e dur, në momentin e dur. Por Emili nuk mund ndalonte aty. Ajo ofroi të paguante për një kafe nga qëndrimi aty pranë. Ai hezitoi, por ajo këmbguli. Ata ulën në një bankë prej druri, në një pemë, me gota plot tavull në duar. Rasti qëndronte pranë këmbëve të tyre. Unë jam Daniel, me qëra fjala, tha ai duke ndaluar eshtjen. Emili, u përgjigje ajo duke buzëqeshur lehtë. Ata folën për më shumë se një orë. Ajo mësoi se Danieli ishte mësues lokal. Ai ishte duke shëtitur rastin kur qeni nisi të lehte pranë parkingut. Emili tregoi për punën e saj në bibliotekë, për dashurinë që kishte ndaj tregut, por gjithmonë vinte vetëm. Është e çuditshme, tha ajo, zëri i saj poftoi. Mendova se dikush po e vidte makinën, por në të vërtetë po e shpëtonit. Danieli qeshi. Nuk ndodh çdo ditë që dikush të lëviz makinën tënde. Tensioni që kishte mbajtur të ngushtë të gjithë mëngjesin filloi të zhdukej. Ajo filloi të qeshte, frika dhe konfuzioni u shkrin duke kaluar. Para se të ndaheshin, Emili e ruajti numrin e Danielit në telefonin e saj. Ajo vendosi një emoji të printës së këmbës për krah emrit të tij. Por ndërsa ajo u kthye në shtëpi, ngjarjet e ditës vazhdonin të kalonin në mendjen e saj. Diçka ende e shqetësonte atë, një shqetësim që nuk mund të largonte. Pse ishte ajo plastike aty në fillim? Nuk ishte diçka që mund të ndodhte thjesht. A kishte rënë nga ndonjë makinë tjetër, apo e kishin vënë ata aty? Ky mendim i dha shtrëngim të ri në kuris. Ajo pa në pasqyrën e makinës, gjysmën duke pritur të shihte dikë pas saj, por rruga ishte bosh. Kur ajo arriti në shtëpi, ajo mbylli dyert dhe dritaret. Ajo i tha vetes se ishte paranojake, por natën vonë, ndërsa po qëndronte në shtrat duke shikuar në tavan, pyetja nuk po largohej nga mendja. Kush ose çfarë shkaktoi rrezikun në fillim? Dhe a kishte qenë me të vërtetë një aksident? Qenia kishte shpëtuar jetën, për këtë ishte e sigurt. Por ndërsa gjumi e mori, një mendim i fundit mbeti në mendjen e saj. Çfarë do të kishte ndodhur nëse rasti nuk do të ishte atje? Çfarë nëse kjo nuk do të kishte mbaruar?